Mirëmbrëma qytetar të lirë që e doni ende Shqipërinë. Profesor Doktor Sali Berisha, Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Mirëmbrëma dhe ty që na thua, a nuk ju vjen turp që jeni kaq pak? A nuk ju vjen turp që mblidheni një grush njerëzish? Turp për çfarë? Për faktin se kemi dalë me fytyrën tonë, me zërin tonë përballë turpit që ka mbuluar Shqipërinë, përballë zhvatjes, bastisjes, shpopullimit, vjedhjes, jo. Turp duhet keni ju që na komentoni nga Kolltuku, nga telefoni, nga kafenet. Sepse Shqipëria nuk ka nevojë për tufa njerëzish të cilët janë të friksuar, po për zemrat guximshme. Imat më rriti duke thënë se turp është kur bën turp dhe jo kur ngrihesh për të drejtat e tua. Prandaj dhe ky grush njerëzish mjafton kur ata janë njerëzit e duhur. Ashtu si ka thënë dhe Gandhi, mos harroni, e vërteta nuk ka frikë nga asgjë. Faleminderit. Kam nderin të ftoj për të marrë fjalën e tij profesor Doktor Sali Berishën.